Sabina Nika ka dalë sot në terren edhe për të parë pikërisht këtë çështje, këtë problematik dhe çfarë ndodh sot, do të na i thotë me shifra, do të na i thotë Sabina me detaje në fakt. Sabina, të përshëndes. Aida, të përshëndes edhe unë. Ashtu siç edhe ju e përmendët dhe e diskutuat, lufta në lindjen e mesme ka krijuar edhe një situatë të vështirë, nëse mund ta themi, për ekonominë shqiptare, kryesisht për pjesën e hidrokarbureve. Nga monitorimi që ne bën ditën e sotme, pam që krahasuar me ditën e mërkurë, pra, ku edhe autoritetet dhe institucionet reaguan për këtë ndalesë pra për rritjen e çmimeve, pam një rritje të çmimeve që mesatarisht mund të themi që ka lëvizur me 7 lekë për litër. Nëse mund citojmë edhe nga monitorimi që bëm konkretisht për pikat e karburanteve dhe rritjen për secilën, mund të listojmë që EIDA ose ndryshe ELDA siç njihet për konsumatorët nga 179 lekë për litër e ka rritur në 185 lekë për litër, duke vjuar me kastratin që nga 175 ka shkuar çmimi sot 182, Shell gjithashtu nga 185 e ka çuar në 190, duke cituar që kjo ishte çmimi më i lartë pra nga monitorimi që bën deri në këto momente, dhe SP Oil nga 175 deri në 185 lekë për litër. Duhet thënë që sipas ekspertëve që kemi komunikuar, rezervat e naftës deri më sot për çdo kompani importuese duhet të jenë deri në 90 ditë, që do të thotë për këtë pjesë duhet të kenë rezerva, ndonse projektligji i hedhur vitin që shkoi nuk është miratuar ende që të ketë edhe rezerva shtetërore për Shqipërinë. Po. E kuptova këtë, tani më duk sikur në plane, mund të jem dhe gabim, disa tabela nuk funksionojnë, pra janë të fikura. Nuk është çudi që kur shkojmë aty për të marrë karburant, të kuptojmë që ka një defekt, po shiko se dhe pastaj do marrësh, po me të njëjtat para që ti do paguash, do marrësh më pak naftë, po them unë, për ta thjeshtëzuar. Është e vërtetë që janë të fikura se po shikoj që janë plane. Këtu dhe janë planet i ditës sot me këto, që kemi parë, po. Po. E drejta Aida, disa nga pikat e karburanteve e kishin të fikur pra tabelën shoqëruese kryesisht që e sheh çdo konsumator përpara se të furnizohet me karburant, ne pam që ishin të fikura dhe nuk kishin sinjalistika. Pra kishte edhe momente të tjera ku përveç pjesës së naftës, benzina ishte ajo që nuk kishte një çmim konkret për ditën e sotme, pasi ne nga monitorimi pam që nafta kishte pësuar një rritje të ndjeshme për konsumatorët. Fikur tabelat apo të treja këto subjekte që ti përmonde? Në fakt, kastrati, në 2 pikat e kastratit ishin të fikura, ndërsa pjesë të tjera kanë përshtypjen SP Oil nuk e kishte të shënuar benzinën, por këta ishin, domethënë, pikat që ne konstatuam si tabelat të fikura dhe paqime. Që ne jemi qytetarë që karburantin e blejmë më shtrenjtë në raport me gjithë vendet e rajonit, ka kohë që e kemi pranuar se na rëndon direkt në xhepat tonë. Por gjithashtu që her pas here prekim çmime rekord, edhe kjo është bërë normalitet dhe kemi bërë ç'kemi bërë, po ato karburantin ne jemi detyruar ta marrim. Edhe për shkak të mënyrës se si funksionon i gjithë transporti, sepse ne dim shumë mirë që nëse s'ke makinë ti nuk bën dot shërbime, dim shumë mirë që në lagjet e Tiranës ti nuk i ke gjithë si me kurset e fëmijëve, shkollat e të tjera etj. Kështu që makinën nuk e ndan dot edhe për shkak të zhvillimit të keq që kemi ndër vite dhe çështje pra infrastrukture dhe mënyra se si menaxhohet, flasim qytetet e mëdha dhe kryeqyteti. Por, ajo që unë dua të di sot është, ka ndonjë shqetësim nga institucionet, se mos jemi në kushtet e asaj që është bërë një denoncim i qartë edhe nga të ftuarit e mi që unë trajtoj çështje të cilat kanë të bëjnë me luftën me Iranin dhe ata thonë prisni, madje hedhin si batut, se shihni se çfarë do të ndodhi sepse bizneset e mëdha me zor presin që ta bëjnë këtë dhe ja ku jemi sot. Tani, puna është që këtë gjithë nuk e bëjmë dot në mënyrë deklarative, ose ta rregullojmë ose ta ankohemi siç po e bëjmë tani, duke marrë faktet. Janë institucionet ato që e rregullojnë. A ka dhe institucion që është i shqetësuar dhe po bën kontrolle, verifikime, dhe çfarë thot ligji? Këta e rrisin me të drejtë sepse vërtet kemi pra Hormuzin i cili është me problem, apo ne e kemi sjellë këtu krizën para kohe për të fryrë portofolet e këtyre ose oligarkëve ose bizneseve që operojnë në tregun tonë? Po në fakt Aida, ditën e mërkurë të kësaj jave, autoriteti i konkurrencës ndori një njoftim zyrtar që situatën e kishte në kontroll, pra po monitoronte në mënyrë intensive pikat e karburantit për të mos bërë diktim të çmimeve ose për të mos pësuar një rritje
jo brenda normales, por megjithatë, sot është e premte, rritja e çmimeve ka vijuar, ndonse autoriteti i konkurrencës njofton që është në monitorim, nuk kemi një njoftim të dytë. Gjithashtu për MCN-n Konfindustria, kryesisht administratori, pra kryetari zoti Buxhuku tha për MCN se i ka kërkuar qeverisë, i ka bërë thirrje pra që të marrë në situatën në kontroll me 3 thirrje. Duhet thënë që sipas zotit Buxhuku, Shqipëria duhet të shikojë një paketë fiskale në të ardhmen nëse do kemi vijim të rritjes së çmimeve për të stacionuar pra një çmim fiks për karburantet. Gjithashtu njoftoi që shtuar kompanive që të marrin rezerva, duhet edhe shteti që të krijojë rezervat shtetërore. Këtu citoj edhe për projektligjin e vitit 2025 që shteti duhet të ketë rezerva shtetërore shtuar kompanive, ndonse sipas tij ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me projektligjin, nëse është rrëzuar apo do të miratohet brenda vitit 2026. Dhe gjithashtu thotë që kryesisht pra lufta në lindjen e mesme do të ndikojë në ekonominë shqiptare dhe në mirëqenien tonë, për 99.9% do të ndikojë më shumë në pjesën e hidrokarbureve. Por deri më tani nuk është se kemi një njoftim për masa parandaluese, siç mund të marrë edhe shteti ynë fqin Kosova, i cili ka diktuar një çmim për të mos vijuar në çmime të rritura përtej normave të paracaktuara. Tani, Sabina, ti teksa ke qenë e parë ditës sot që e monitoron me shumë kujdes këtë çështje, duke qenë se është dhe delikate, a ke arritur të komunikosh me qytetarët, a ka një lloj shqetësimi tek këta të fundit për atë se çfarë duhet të përballen gjatë ditës sot me paguajnë po të njëjtat lek që kanë llogaritur si 2 ose 3 ditë më parë, edhe gjatë ditës sot dhe marrin më pak karburant në automatet e tyre? Në fakt, Aida, me aq sa komunikuam ne edhe në pikat e karburanteve pra me konsumatorët, ishte një surprizë për ta, pasi sipas tyre nuk është se ishin njoftuar më parë për këtë rritje të menjëhershme, le të themi, dhe sipas tyre ata nuk e mendojnë që lufta po ndikon kaq shpejt pra në çmimin e këtyre karburanteve. Janë në dieni se kompanitë bajnë rezerva dhe se çmimi nuk mund të rritet në mënyrë kaq të menjëhershme. Madje kishim edhe një rast ku treguan kuponin tatimor të marrë 2 ditë më parë dhe pan atë diferencën që kishte pësuar më pak litra naftë, dhe sipas tyre është e pakuptueshme dhe bëjnë thirrje që të ketë një stabilizim dhe mos ndodh si para 2-3 vitesh që ishte e njëjta situatë. Faleminderit Sabina për gjithë sasolla në vëmendje të përshëndes, duke të uruar edhe punë të mbarë. Faleminderit gjithashtu.